Ngritja e çmimeve të derivateve të naftës vazhdon të përplas partitë politike, por opozitën fajtor për ngritjen e çmimeve është pushteti. Bashkimi Demokratik për Integrim akuzon se për shkak të rritjes së çmimeve, qytetarët e Tetovës, Gostivarit dhe Kumanovës harxojnë deri në 650 euro më shumë brenda një viti. Nga BDI kanë zbuluar të dhëna sipas të cilave del në pah mos intervenimi i qeverisë përballë rritjes dramatike të çmimeve të derivateve të naftës. Duke u bazuar në konsumin vjetor, mujor dhe ditor në Maqedoninë e Veriut, rezulton se konsumi i derivateve të naftës për transport arrin rreth 720.000 ton në vit përkatësisht. Konsumi mujor 60.000 ton ose 60 milion litra, konsumi javor 15.000 ton ose 15 milion litra dhe konsumi ditor 2.000 ton ose 2 milion litra. Mosndërhyrja e qeverisë po u kushton qytetarëve dhe bizneseve rreth 685.000 euro në ditë ose mbi 5.15 milion euro në javë. Me reagim kanë dalë edhe nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë, të cilët paralajmërojnë se pas rritjes së çmimit të derivateve do të pasojë rritja e çmimit të produkteve ushqimore, po edhe të energjisë elektrike. Sipas LSDM-s, edhe nëse çmimet e derivateve stabilizohen më vonë, çmimet e marketeve shpesh mbeten të larta. Për LSDM-n, vendet e rajonit po ndërmarrin hapa konkrete për të ndihmuar qytetarët, ndërsa tek ne qeveria heq dhe kujdeset vetëm për interesat e veta biznisore dhe tenderët. LSDM ka përgatitur një paketë zgjedhjesh ligjore që do t'i dorëzojë në kuvent. Ulje e TVSH-s për karburantet nga 18% në 5%. Ulje e akcizës për 4 denar, 0% TVSH për produktet bazë ushqimore, për gjysmimin e çmimit të pikë pagesave rrugore. Akuzat e opozitarëve ndërlidhen edhe me pohimet e kryeministrit se vendi ka çmime të derivateve më të lira në rajon dhe rritjes enorme prej 21 denarësh të çmimit të derivateve brenda vetëm një jave. Ndërkohë, rritja e fundit ndodhi me njëherë pasi kryeministri paralajmëroi ulje prej 2 denarësh.